إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فالندريم ذا الأذرات تتخوين الله جل جلاله صلاة سلامة شوفش ببيغمبير صلى الله عليه وسلم mbi familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë muslimanët që pasojnë udhëzimin e tyre deri ditën e gjykimit. Allahumma amin. Transmeton Ibn Abbas radhiyallahu anhu se një ditë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u ngrit në Safa dhe ju drejtu Kurejshve duke ju thënë ja sabahahu. Ka qenë një thirrje me të cilën arabët e kanë përdorur për mi grumbullu dhe për mi thirr njerëzit. Fajtama ilayhi Qurayshun. Mbledhën Quraysh, fisi Qurayshve për rreth pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Disa transmetime tjera ka ardhur se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thirr fiset një ka një. O bitë filanit, o bitë filanit, o bitë filanit. Kush ka pas mundësi më përgjigjesh, kush ka pas mundësi ka dërgu dikan. Derisa ngrumbullu rreth pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe u ka thënë, në qoftë se unë ju tham juve se pasoj kohë është një ushtri e cila don me ju sulmu juve, a do të më kishit besu? Ata i kanë thënë bela, po do të kish mi besu. Me transmetim tjetër i kanë thënë përvojën që i kemi me ty është përvojë e mirë dhe nuk kemi pa që ti gënjen. Atëherë u tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, unë jam paralajmërues për juve para një dënimi të dhëmshëm për juve. Unë jam paralajmërues, jam i dërguar me ju tërheq vërejtjen prej një dënimi të dhëmshëm. Atëherë migja i tij Ebu Lehebi i tha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam tha tabban lak, i mjerë qofsh ti, i shkatruar qofsh ti, ali hadha da'awtana wa jama'tana, a për këtë shkak na ke thirrë dhe na ke grumbullu? Atëherë Allahu xhelle xhelaluhu e zbriti surën Al-Masad. Me transmetim tha Ebu Lehebi, në qoftë është e vërtet kjo të cilën e thot Muhamedi, unë kam e shpëtu vetën time ditën e gjykimit prej zjarmit me pasurinë që e ka. Dhe Allahu zbriti surën Masad, apo surën e njohur Tabbat yada abi lahabin wa tab. Këtë thirrje e boni pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pasi që Allahu e urdhëroi që haptazit t'i thret Kurejshit në Islam. Dhe i tha Allahu Muhammedit sallallahu alaihi wasallam wa anzir ashirataka al-aqrabin. Dhe paralajmëroi familjen tënde të afërt. Thiri
njerëzit e tu në islam. I grumbulloi dhe u shfaqi islamin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dobia prej dobive që nxjerrët nga kjo pjesë e ajetit apo nga kjo pjesë e ngjarjes është duke u bazuar në historinë e shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, se jo secili është i obliguar me shfaq islamin e tij në rrethana të vështira, në rrethana ku ka hapësirë me shfaq islamin, mundet me mshef, si një numër i sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që janë munduar me mshef islamin në atë periudhë ku ka qenë shumë rand me shfaq islamin. Mirë po, dikush duhet me shfaq. Dikush duhet me vëthirjen në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Dikush duhet me vëthirjen e Ibrahimit alayhis salam. Dikush duhet me shfaq dashurinë dhe urrëtitjen për Allah. Duhet me shfaq kufrin tagut. Duhet me shfaq distancimin prej tagutave, prej adhuruesve të tyre edhe kështu me radhë. Ebu Lehebi i tha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam tabban lak. I shkatrum qofsh. Dhe prej këtij momenti Ebu Lehebi ishte një prej armiqve më të mëdhej të islamit dhe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, bashkë me bashortën e tij. Ebu Lehebi është quajtur Ebu Leheb dhe kjo ka qenë nofka e tij. Pse kanë quajtur Ebu Leheb? Me këthim Bukfal, baba i zjarit këthejt Bukfal, i flakës, i ndriqimit, i flakrimit, kanë thonë djetarët, e kanë thirrë me këtë nofk për shkak bukurisë që e ka pas. Dhe për shkak se i kanë ndriqu ftyra. Qa që i bukur që ka qenë? Ka qenë i pasur, ka qenë me pozitë të lartë të Kurejshit, ka qenë prej prizve të Kurejshit. Ka qenë prej njerëzve që kur lindi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u gëzu shumë. Dhe theri kurbana dhe shtroi darkë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Mirpo, vjen dita që bëhet një prej armiqve më të mëdhej të islamit dhe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E Allahu i zbriti ajete kuranore që lexohen deri në kiamet. Tabbat yada abi lahab wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalat al-hatab fi jidha hablum min masad. Tha Allah subhanahu wa taala, u shkatroft Ebu Lehebi dhe ai u shkatrua. Pjesa e parë e ajetit është dua. Dhe pjesa e dytë është vërtetim se u ka realizuar duaja. Dhe Ebu Lehebi u shkatrua. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ati nuk i bani dobi dhe nuk kam i bë dobi pasuria që e ka grumbullu dhe atë të cilën ai e ka mbledh. Atë të cilën e ka mbledh kanë thënë dietarët, djemtë e tij, fëmijët e tij, si kanë bë dobi. Nuk i kanë bë dobi te Allahu xhalla xhelaluhu. Sayasla naran dhata lahab. Ka me hynë zjarën me zjarën flakrues. Ai dhe bashortja e tij, e cila ka qenë hammalet al-hatab, ka mbajt drum, ka mbajt thera për me e pengu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ju ka fuk, ju ka hedh në rrugë. Kanë thënë dietarët, kjo është në kuptimin bukfal me këshyr. Mirë po, arabët e kanë përdorur edhe hammalet al-hatab për gruan e cila ban gibet, ban nemime, ban llafe. Se kjo gruaja që ban llafe, po edhe burri edhe gruaja, njerëzit që mbajnë llafe, fugin zjarmit i fugin drum me e kall shtëpinë e dikujna, me e kall shoqërinë e dikujna, nëpërmjet muhabeteve. I japin flakën muhabeteve edhe ndodh çka ndodh pas atyre muhabeteve.
fi gjidiha hablum min masad. Tha Allahu, në qafën e saj ka me pas ditën e gjykimit një zinxhir. Çfarë zinxhiri? Te Ambegaviju, te Ibn Jarir at-Tabari në tefsir për cilët se ka me pas zinxhir prej hekuri të ndrydhur, e cila ka me qenë e gjatë 70 para krah, ka me qenë e futur në gojën e saj dhe ka mi dalë prej prapanicës, dhe pjesa e tjetër ka me qenë e lidhur për qafën e saj. Dënim prej anës Allahut për vepra që i ka bë në këtë botë. Hammalet el hatab, kanë thënë dietar, çish është mundu që me i pengu pejgamberin sa sem dhe shokët pejgamberit sa sem këtë dunja, duke u fuk pengesa në rrugë dhe thera, ditë e gjykimit thuhet që në zjarr të xhehenemit ka me grumbullu dru për me djeg burrin e vet. Ka me grumbullu dru për me djeg veten dhe burrin e saj. Mësimet që dietarët janë mundu mi nxjerr prej këtyre ajeteve. Prej shumë mësimeve, këto ajete neve na japin, apo kjo sure neve na jep një fotografi të jetës së besimtarit se ka mundësi prej armiqve më të mëdhej me qenë njerëzit më të afërt të rrethit tënd, të familjes tënde. Prej penguesve më të mëdhej të fesë tënde, prej kritikuesve më të mëdhej, prej urrejtësve më të mëdhej, ka mundësi me qenë dikush për rreth teje, prej familjarëve tu, i cili mundohet me ta pengu rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Dhe armiqësimi i muslimanëve dhe jo muslimanëve është rregull deri në kiamet. Allahu tha në Kur'an, dhe na kështu kemi bë prej zullumçarëve armiq për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Pra pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka pas armiqtë e tij. Dhe pejgamberët e Allahut ka pas armiqtë e tyre. Dhe kjo armiqësi ka fillu prej te Iblisi me Ademin alayhis salam dhe ka mbaru me kiamet. Mos mundohet dikush që ti i kësaj, që të proklamon diçka jashtë kësaj. Jo, prej bazave të fuqishme të fesë së Allahut subhanahu wa taala është miqësimi dhe armiqësimi për hir të Allahut. Dashuria dhe urrejtja për hir të Allahut subhanahu wa taala. Jo të mundohemi të paraqesim atë islamin i cili paraqet vetëm paqen, lumturinë, po. E paraqet islami këtë, mirë po të njëjtën kohë islami i urrejn dhe i armiqson ata që armiqsojnë dhe urrejn Allahun dhe pejgamberin sallallahu alajhi wasallam dhe muslimanët. Tha Allahu në Kur'an, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allaha wa rasulahu. Sura gjej një popull i cili beson në Allahun dhe botën tjetër dhe i njëjti ti merr për miq ata që armiqsojnë Allahun dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Edhe në qoftë se ata janë familjarët e tyre, bashortja, fëmijët, gratë, edhe kështu me radhë. Ibrahim alayhis salam çau tha popullit e tij? I tha: "Kafarna bikum wa bada baynana wa baynakumul adawatu wal baghdha'u abada hatta tu'minu billahi wahda." Tha, ju kena mohu juve, dhe adhurimet që adhuroni pas Allahut, i kemi mohuar. Dhe është shfaq, dhe ka fillu mes neve dhe juve, el adawatu wal baghdha, armiqësimi dhe urrejtja. Ajet kuranor është kjo. Islami është kjo. Ka fillu mes neve dhe juve, armiqësimi dhe urrejtja, ebeda, përgjithmonë, hatta tu'minu billahi wahda, derisa të besoni në Allahun, vetëm në Allahun. Dhe besimtari obligohet prej obligimeve më të mëdha të fesë së Allahut subhanahu wa taala është që me i urrejt ata që i bëjnë shirk Allahut dhe me i armiqsu ata që i bëjnë shirk Allahut. Jo me i dasht. Jo me i dasht, po me i urrejt dhe me u shfaq armiqsin.
në mundësi që i ka besimtari. Thanë dietarët, prej urtësive mësimeve të kësaj sure, Allahu na tregon neve se cili është përfundimi i atyre të cilët e pengojnë besimtarin prej rrugës së tij. Përfundimi i tyre është zjarmi i xhehenemit. Dhe nuk ju ban dobi atyre as malli, as evladi, as farefisi, as nami, as autoriteti, kur gja. Tha Allahu, innal ladhina kafaru lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum min Allahi shay'a. Ata që kanë bërë kufër Allahut, ata që kanë bërë shirk Allahut, nuk i ndihmon prej Allahut, prej dënimit të Allahut, as pasuria, as evladi. Kur gja tjetër? Nuk i pengon kur. Nuk i ndalon prej dënimit të Allahut. Nuk i shpëton prej dënimit të Allahut subhanahu wa taala. Përfundimi i tyre është zjarmi i xhehenemit. E çka tha Allahu, wal aqibatu lil muttaqin, kurse përfundimi është për besimtarët. Përfundimi i mirë është për besimtarët. Kanë thënë dietarët, është interesante historiku i migjallarëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thuhet që ata të cilët kanë arrit pejgamberinë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam prej migjallarëve të tij, kanë qenë 4. Ebu Talibi, Ebu Lehebi, Hamza edhe Abasi radhiyallahu anhuma. Ebu Talibi e ka pas emrin Abdu Manaf. Ebu Lehebi e ka pas emrin Abdul Uzza. Këta dy se kanë pranuar Islamin. Thot Ibn Hajar dietar tjerë, është interesante se emrat e këtyre dy migjallarëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam janë emrat që nuk i pranon Islamin. Rob i Menafit edhe Rob i Uzzës. Uzza ka qenë një prej zotëve që është adhuruar pas Allahut subhanahu wa taala. Kurse Abasi dhe Hamza kanë qenë emrat që i ka vërtetuar Islami. Emra të thjeshtë. Abbas edhe Hamza. Përshtatshmëria e emrave të tyre në Islamin dhe mos Islamin e tyre. Një për ditëve Abasi, migja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i tha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, çka i ka bë dobi migjës tan, Ebu Talibi që të kanë ndihmu tyja. Është bën nervoz për ty, të kanë ndihmu tyja. Ka thonë, i ka bë dobi se ka pas dënimin më të pak zjarr xhenemit. S'ka më qenë kur Ebu Lehebi, ka pas më pak dënimin për këtë besimtarëve që kanë qenë përgjithmonë. Kam i pas në zjarr, trut kanë mi vlu prej nxeftit. Kështu ka pas dënimin Ebu Talibi, më së pakti. E paramendo Ebu Lehebi çfarë dënimi ka më pas, dhe ata të cilët janë të ngjajshëm me Ebu Lehebin, të cilët mundohen me u kon pengesë nga rruga e Allahut subhanahu wa taala, prej burrave dhe grave. Ka burra dhe gra, të cilët veprojnë kësi veprimtari për të ndalë njerëzit nga rruga e Allahut subhanahu wa taala. Për fat të keq, ndodh që me kësi cilësi të cilësohen edhe dikush për muslimanëve. Edhe dikush për muslimanëve, për shkak inatit, për shkak hasedit, për shkak smirës, për shkak mllefit, për shkak nuk e di çka, burra dhe gra mobilizohen me gibet, me shpifje, me mbajtje të llafeve. Kanë thënë dietarët, në këtë sure kemi argument të fuqishëm për pejgamberinë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. So i ka zbrit ajeti që Ebu Lehebi qafir për gjithmonë zjarr xhenemit, edhe ai se ka pranuar Islamin. Ka mujt me thonë, u bona musliman, ka mujt me pretendue, pas këtë se ne ka bo. Dhe kjo është prej argumenteve të pejgamberisë së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Thanë dietar, nga kjo sure dhe nga këto ajete e marrim një mësim shumë të rëndësishëm. Ajo është se lidhja e akidës është më përparësore, është më e madhe se sa të gjitha lidhje tjera të mundshme që ka mundësi pas njeriu me dikant tjetër. Lidhja e farefisit, lidhja e prejardhjes, lidhja e miqësisë, lidhja e çfarë do të thotë lidhja e akides, lidhja për besimin, bashkimi për besimin, për njësimin e Allahut subhanahu wa taala është më përparësor, është më i vlefshëm, është më i madhe te Allahu subhanahu wa taala. Ka thënë dietar prej mësimeve el jaza'u min jinsil amal. Dënimi është sipas veprave që keni bërë.
Kush gjen mirë, le ta falenderojë Allahun. Kush gjen keq, mos ta akuzojë kërkan tjetër pos vetes së tij. Elusim Allahun që Allah të i falë mëkatet tona. Elusim Allahun që Allah të na mundson të lexojmë Kur'anin dhe të nxjerrim dobi prej saj. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.